Mirë se po takohemi të dashur me të emisionit Familja Jonë. Faleminderit shumë që çdo të diel jeni bashkë me neve në televizionin Kanal 10. Familja Jonë këtë të diel nis me një temë shumë të rëndësishme rreth shëndetit të posalindurve. Retenca testisit, një anomali që kërkon intervenim të hershëm në mënyrë që të shmangen pasojat e mëdha në moshë madhore. Bashkë me kirurgun e fëmijëve në Spitalin Rezonanca 2, Dr. Baton Kelmendi, mësoj më shumë rreth kësaj problematike. Përveç infertilitetit, atakohet edhe prodhimi i testosteronit. Është vërtetuar që te rastet të cilat janë të patrajtuara për një kohë gjatë, domethënë fëmijët në pubertet ose jashtë pubertetit, nëse kalojnë pubertetin dhe esin me retencë testise, ndryshime degenerative që ndodhin në indin testikular janë gjendje prekanceroze, edhe ata e kanë 33 deri në 5000 herë shanse më të madhe më prek prej karcinomës të testisit. Në pjesën e dytë kemi të ftuar radiologën nga Spitali Rezonanca 2, doktoreshë Serbejse Kabashi Muçaj, me të cilën flasim për PET-CT-in. Nuk është një rezultat që mund është me morë si kur në CT ose në rezonancë dhe më thonë qadet. Na mund me dhoni informat, për dhe ashtu mund me dhoni informat gabume, mund me thonë ka së s'ka diçka. Të bloku i tretë kemi rubrikën e magjikëve të vegjël nga shkolla finlandeze. Tek pjesa të ushqyerit shëndetshëm, nutricionistja dhe dietologja Albulena Shabani Lazi na flet për shenjat e mungesës së vitaminave dhe mineraleve. Nëse kemi probleme me sy, lodhje, për shembull probleme me shikim, lëkurë të thatë, edhe shikim dop, kryesisht është si pasojë e vitaminës A. Për të gjitha këto dhe shumë materiale të tjera, takohemi të dielën në ora 16. Ky emision mundësohet nga Pozhegu Brothers, Klinika Gjermane e Syrit, Pinea Medical Center, Royal Imaging Center, Instituti Psikosocial Visar Sadiku, Spitali Rezonanca 2 dhe Rezonanca 3, Poliklinika Da Vinci.